Moshat mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë çdo ditë 8 kokra kumulla të thata për të trajtuar këto 3 probleme. Ekipet mjekësore, por edhe ekspertët e Universitetit të AM të Teksasit kanë konfirmuar se kumullat e thata janë shumë të pasura me vitamina, minerale, antioksidant, kombinimi të cilave do të shërbejë si një produkt i mirë për shëndetin e kockave. Studimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e të paktën 8 deri në 12 kumulla të thata në ditë mund të mirëmbajë kockat tuaja dhe të maksimizojë potencialin ushqyes të tyre. Sipas disa studimeve shkencore të kohëve të fundit, konsumi ditor i kumullave të thata është i mirë në riparimin e dëndësisë të humbur të kockave dhe në përmirësimin e shëndetit të tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kumullat e thata janë gjithashtu të pasura me vitaminën K dhe mangan, dy ushqyes shumë të domosdoshëm në funksione normale të kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre, që mund të jenë një mundësi e shkëlqyer edhe për të patur një performancë më të mirë të nyjeve. Vlerat e kumullave të thata vijnë gjithashtu edhe për shkak të elementëve ushqyes që kanë kundër inflamacioneve dhe në uljen e rrezikut kundër radikaleve të lira. Por si mund të mirëmbani shëndetin e nyjeve duke përdorur këtë produkt? Kumullat janë një ushqim i nevojshëm për shëndetin e kockave, megjithatë ky i fundit mund të mirëmbajë edhe elementët ushqyes të trupit, në lehtësimin e komplikacioneve dhe në përmirësimin më të mirë të imunitetit tuaj. Konsumoni çdo ditë këtë frut dhe gjithashtu do të keni elementët ushqyes të rëndësishëm për shëndetin e nyjeve. Mos neglizhoni arrorët dhe bishtajat në dietën tuaj, pasi do të jenë një element plus i mirë ushqyes në betejën kundër këtyre produkteve të cilat ndikojnë negativisht. Elementet të tjerë të kumullave mund të luajnë një rol të mirë relaksative dhe për shëndetin e zorrëve. Ekspertët i cilësojnë kumullat e thata si një nga produktet më të mira magjike në dobi të shëndetit. Ekspertët shëndetësorë të ushqimit thonë se kumullat do të neutralizojnë efektet negative të radikaleve të lira, si dhe do të mbrojnë edhe shëndetin tuaj kundër problemeve të astmës, kundër problemeve të artritit, strokeve dhe radikaleve të lira. Ndaj konsumi i tyre brenda normës lejuar në dietën tuaj të përgjithshme mund të luajë një rol pozitiv edhe në rritjen e shëndetit të nyjeve. Antioksidantët e gjetur te kumullat mund të mbrojnë trupin kundër radikaleve të lira, që përshpejton gjithashtu edhe procesin e plakjes. Zeaxanthin, një karotenoid i rëndësishëm dietik, shndrohet në retinal kur siguron antioksidantët mbrojtës kundër rrezeve ultravjollës. Këto antioksidantë janë veçanërisht të pasur edhe te kumullat dhe i ofrojnë qelizave të trupit edhe një mbrojtje më të mirë kundër radikaleve të lira dhe përfitime të mira ushqyese kundër dëmtimit të neuroneve. Përbërësit të tillë si sorbitol dhe histanin janë gjetur te kumullat dhe ndihmojnë në rregullimin e funksioneve tretëse dhe gjithashtu edhe kundër konstipacionit. Ndaj ekspertët këshillojnë kumullat si një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të tretjes dhe dëmtimit të shëndetit të zorrës, duke evituar kështu edhe komplikacionet e kapsllëkut. Kumullat janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e syve dhe mirëmbajtjen e mukozës dhe membranave të shëndetshme. Ato nuk përmbajnë gjithashtu kolesterol dhe i sigurojnë trupit një numër të mirë të elementëve ushqyes për shëndetin kundër arterieve të bllokuara dhe qarkullimit të dobët të gjakut. Ndaj konsumi i kumullave në këtë formë në dietën tuaj mund të cilësohet elementi më i mirë ushqyes. Disa studime kanë lidhur kumullën me parandalimin e radikaleve të lira, veçanërisht ato të gjirit, të gastrointestinales dhe respiratore. Antiocianinet janë pigmente blu në të kuqe që mbrojnë kundër radikaleve të lira. Vitamina A e gjetur gjithashtu gjërësisht te kumullat do të luajë një rol të mirë ushqyes për shëndetin e syve dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga ushqyesit më të rëndësishëm edhe për shëndetin e dobët të shikimit. Disa studime tregojnë se kumullat janë të mira edhe për shëndetin e zemrës.
Ato përmbajnë gjithashtu nivele të larta të antioksidantëve që ndihmojnë në zhdukjen kundër radikaleve të lira dhe rritjen e vlerave të imunitetit, duke klasifikuar kumullat si një nga produktet më të mira në parandalimin e oksidimit të kolesterolit dhe reduktimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme të tij. Kumullat gjithashtu parandalojnë edhe krijimin e problemeve të kolesterolit falë strukturës ushqyese me minerale dhe vitaminat që ato përmbajnë. Kumullat normale dhe kumullat e thata njihen si laksativ natyral që ndihmojnë edhe në mbrojtjen e shëndetshme të zorrve dhe të tretjes. Kumullat ndihmojnë edhe kundër degenerimit makular. Ngrënia e 3 porcioneve të këtij fruti do të ulë riskun e plakes, e cila mund të jetë e përfshirë edhe në krijimin e këtyre degradimeve. Kumullat kanë aftësinë më të mirë për të thithur ekurin e nevojshëm për trupin tuaj. Mundohuni që të përfshini edhe vitaminën C, që të cilën mund ta merrni edhe nga konsumi i kumullave. Siç e dini, vitamina C është një produkt shumë i mirë edhe në përthithjen më të mirë të mineralit të ekurit, pasi do të ndihmojë shumë në këtë aspekt dhe do të përmirësojë edhe qarkullimin e gjakut në mënyrë të rregullt. Kumullat eliminojnë toksinat, ndihmojnë tek jashtëqitja e rregullt dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ndaj, nëse doni të përmirësoni jashtëqitjen dhe të mos vuani nga konstipacionet, konsumi i lëngut të kumullave të thata ose kumullat e thata ose kumullat e freskëta janë një laksativ shumë i mirë ushqyes në rastin tuaj. Përfshirja e kumullave në recetat tuaja të përditshme do të jetë një element ushqyes edhe në lehtësimin e tyre. Kumullat ndihmojnë trupin që të mbajë gjithashtu edhe endet ushqyese më të shëndetshme, duke forcuar imunitetin dhe duke lehtësuar kështu komplikacionet e tij. Ajo parandalon ftohjen, gripin dhe rënien e imunitetit. Ndaj falë strukturës së tyre ushqyese, përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv edhe kundër këtyre komplikacioneve. Studime të ndryshme kanë treguar se ngrënia e kumullave ndikon pozitivisht në shëndetin e kockave, në rritjen dhe zhvillimin e tyre dhe është e rëndësishme sidomos te gratë që kanë kaluar në periudhën e menopauzës. Magnezi, i cili gjendet te kumullat, është i dobishëm në kontraktimin e muskujve si dhe impulset nervore. Kumullat e thata kanë një sasi të konsiderueshme të acidit folik, siç është kalciumi. Theksojmë që acidi folik është i rëndësishëm sidomos për gjatështatzanisë dhe rritjen e zhvillimit të fetusit, i cili është elementi më i mirë ushqyes në këtë proces për të mbajtur larg gjithashtu edhe dëmtimet e tij. Kumullat e thata, sipas ekspertëve, cilësohen si një mundësi shumë e mirë për të marrë efektet lehtësuese kundër problemit të tretjes. Personat të cilët vazhdimisht do vuajnë nga tretja e dobët, duhet të përfshinë me patjetër kumullat në dietën e tyre, pasi përmbajnë element ushqyes mjaft të rëndësishëm për tretjen dhe lehtësojnë problemet që lidhen me shëndetin e kapsllëkut. Sa më shumë probleme me kapsllëkun që mund të keni, aq më pak fibra ka trupi juaj. Prandaj, përfshirja e produkteve të tilla në mënyrë të rregullt është çelësi më i mirë ushqyes që mund të bëni në dobi të shëndetit. Mjekët, por edhe ekspertët të Universitetit të AM të Teksasit kanë konfirmuar se kumullat e thata janë të pasura me vitamina dhe minerale, të cilat do të japin rezultate fantastike për shëndetin e kockave dhe mbrojnë edhe shëndetin e tyre. Ata këshillojnë vazhdimisht konsumin e 8 deri në 12 kumullat çdo ditë. Kumullat janë një ushqim i nevojshëm për shëndetin e kockave dhe këshillohet të konsumohen çdo ditë edhe me perime të mjaftueshme. Mos neglizhoni arrorët dhe bishtajat në dietën tuaj, pasi që do të kthehen në një element pozitiv në reduktimin e komplikacioneve të tilla. Ekspertët këshillojnë konsumin e kumullave si një mënyrë pozitive ushqyese e dobishme dhe lehtësuese për kockat. Ato i bëjnë mirë gjithashtu edhe shëndetit tuaj të zemrës, mbrojnë nga kolesteroli dhe ataku në zemër dhe çrregullimi i rrahjeve të saj. Prandaj, në rast se doni të përfitoni në maksimum nga konsumi i këtij fruti, konsumojeni me kujdes dhe brenda normës lejuar. Efektet që do të keni do të jenë pozitive dhe do të mbroni shëndetin tuaj në tërësi. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.